Shqiptarët në Suedi përbëjnë sot një komunitet të qëndrueshëm dhe në rritje. Mbi 100.000 shqiptar jetojnë në këtë vend nordik. Shumica janë të vendosur në Stockholm, Göteborg dhe Malmo, tre qendrat kryesore urbane ku mundësitë për punë dhe integrim janë më të mëdha. Në këto qytete shqiptarët kanë krijuar një prezencë të dukshme, duke ndërtuar jetë familjare, duke hapur biznese dhe duke u bërë pjesë e ritmit të përditshëm të shoqërisë suedeze. Në tregun e punës, shqiptarët gjenden kryesisht në sektor si ndërtim, shërbime, transport dhe kujdesi social. Megjithatë, vitet e fundit po vërehet edhe një rritje profesionistëve të rinj shqiptar në fushat e specializuara, duke treguar se brezi i dytë po ecën me hapa më të sigurt drejt karrierave që kërkojnë aftësi më të larta. Përtej punës, komuniteti shqiptar suedez mban gjallë lidhjen me kulturën, gjuhën dhe traditat. Aktivitetet komunitare, shoqatat kulturore dhe mësimi i gjuhës shqipe shërbejnë si ura që mbajnë shqiptarët të bashkuar me identitetin e tyre, duke ruajtur atë edhe në një shoqëri krejt të ndryshme. Kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen gazetarit Arben Vata, ish kolegu tim këtu në Tiranë. Arben Vata, mirëmëngjes. Mirë se takohemi këtu virtualisht pas shumë vitesh. Mirëmëngjes Sona, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kam dhe po e nisim kështu thjesht si shqiptarët. Si është koha atje? Se orën e kemi njësoj? Koha është akoma errësirë, këtu vjen dita rreth orës 8, kështu që është akoma natë. Këtu kohë mirë, pak me shi, dimri. E kuptoj. Temperaturat besoj janë të ulta apo jo, Ben? Në fakt janë tuta, apo jo aq tuta sa s'pritet. Ky dimër, si duhet për shkak të ndryshimit të klimës, ka ardhur pak i butë, nuk është më shumë se 0 minus pak gradë, është akoma po e mirë, sepse zakonisht është minus 10 e kështu. E qartë, dhe kështu që kur e krahasojmë me klimën e Shqipërisë, jeni mirë, edhe ne këtu jemi shumë mirë. Në fakt, kur e mendojmë ato të dridhurin që të shkakton temperatura e ulët që ti përmende. Ben, si e kujton vajtjen tënde në Suedi dhe ato ditët e para, çfarë prisje, me çfarë u përballe? Sigurisht njëri kur ndryshon profesion, kur ndryshon vend, nuk është shumë me lehtë. Nga gazetarë këtu kanë filluar punë me Save the Children, me një organizatë të fëmijëve, më pas kanë punuar mësuesi gjuhës shqipe, një shkollë për cilën unë jam edukuar në Shqipëri, kam punuar gazetar në profesionin tim freelance, shumë vite akoma punoj dhe edhe tashmë punoj në agjencinë shtetërore të punësimit. E kuptoj, dhe kështu që përvoja ka qenë integruese gjithashtu, po dhe sfiduese, kur e mendon që ke lënë pas Shqipërinë familjen këtë motin e bukur e të mirë që ka Shqipëria? Shumë sfiduese të mos, përveç klimës që e thatë, është e gjuha, më është dashur të mësoj gjuhën, nuk është e lehtë për një moshë të konsiderueshme dhe po mirë, ka shkuar mirë, njëru me punë dhe me vullnet arrin gjithçka Sona. Nuk diskutohet. Ben, edhe besoj që brezi ynë është shembull i kësaj gjëje me vështirësitë që ka kaluar gjithashtu edhe në Shqipëri. Si integrohen në shqiptarët në Suedi, sepse ata janë një komunitet i madh i emigrantëve, jo nga vendet e Bashkimit Evropian, që ndodhen aktualisht në vendet nordike, sidomos në Suedi. Në fakt, integrimi, siç e thash, nuk ka qenë fort i lehtë për shkak se këtu njeriu ndesh në një kulturë tjetër, me një mënyrë tjetër të funksionimit të gjërave që është shumë e mirë realisht. Edhe njëri duhet të adaptohet, duhet të ndryshojë, e para gjuha, pa gjuhë nuk është e mundur të integrohesh, pastaj integrohesh me gjithë komunitetet tjera, pastaj integrohesh edhe me vetveten, dhe mënyra më mirë pastaj për të mos harruar veten, se njëri duhet të integrohet, për mos harrojë rrënjët e veta, është të mlidhet me njëri tjetrin, krijimi i shoqatave dhe i grupeve ndryshme që bëjmë këtu në Suedi. Dhe shikoj se po shfaqen pamjet në ekran të festës besoj të 28 nëntorit, ju keni kremtuar përësisa atje dhe me që ti më dole në shteg, edhe shoqata jote Jehona besoj luan një rol në këtë drejtim, për t'i bashkuar shqiptarët, për të but largimin nga atë dheu, ditën e emigracionit, dhe ashtu duke u mbledhur në festat tona kombëtare, është një ditë e mirë për të gëzuar, kremtuar, për të harruar pak sfidat, vështirësitë. Ashtu, prej 2 vjetësh bashkë me disa kolegë të mi, kemi krijuar shoqatën Jehona, është një shoqatë kulturore, jo politike, jo fetare, jo fitimpruse,
ku ne mblidhemi një tjetrin, aty është një platformë ku fëmijët vinë, mësojnë gjuhën shqipe, luajnë dhe argëtohen me një tjetrin, prindit vinë edhe të rinjt ku kanë një platformë për të shprehur, për të bërë gjëra, për të bërë aktivitete, për të festuar festat tona kombëtare, ditët e traditave ndryshme që kemi ne, 8 marsin, 1 qershorin. Është një mënyrë për të mbledhur me një tjetrin, për të shoqëruar me një tjetrin edhe për të vazhduar për të integruar me një tjetrin krahas integrimit në jetën suedeze. E kuptoj. Rëndësishme ti përmendë pak më herët vështirësinë e komunikimit për shkak të gjuhës së vështirë, dhe sigurisht kjo bëhet edhe më e dukshme kur je emigrant dhe nuk je në statusin e një vizitori apo turisti, ku gjuha e vendit nuk të duhet të shumë, sepse mund të komunikosh në gjuhën ndërkombëtare siç është anglishtja. Që breza të rinj të shqiptarëve të vegjël po rriten jashtë kufive shtetërore të Shqipërisë dhe një sfidë kryesore mbetet të çështja e mësimit të gjuhës shqipe. Dhe ti e përmendë shumë mirë që shoqata në rastin konkret për fëmijët e shqiptarëve që jetojnë atje, për ta trashëguar ato tek të rinjt apo jo? Ka dy mënyra. Së këtu shteti, komunat ose bashkitë, si themi në Shqipëri, ofrojnë falas mësimin e gjuhës amtare për fëmijët, por është një kohë kufizuar në fakt, në javë, maksimumi gjysmë deri 30 minuta deri 1 orë, dhe ne kemi menduar që krahas kësaj të ofrojmë fëmijëve mundësinë për të mësuar gjuhën shqipe, javë për javë mësojmë fëmijët gjuhën shqipe. Sigurisht kemi edhe kurse të tjera, si për shembull kursi i falas i anglishtës. Pra japin mundësinë prindërve e fëmijëve dhe prindërve që të vazhdojnë të mësojnë shqip, të flasin shqip, krahas asaj që mësojnë në shkollë edhe në shtëpi, ndoshta të vinë aty dhe të flasin gjuhën shqipe. Ne kemi një grup mësuesës shumë të mirë aty, mësuesë që janë shkolluar si në Shqipëri dhe kanë marrë diplomat e mësuesisë edhe në Suedi, dhe programi mësimor bëhet në bazë të kurrikulumeve dhe programit të Ministrisë së Arsimit, themi këtu, dhe është një mënyrë pra për të mbajtur fëmijët në lidhje me atë-dheun, me një tjetrin, për të vazhduar shkëmbimet me një tjetrin, po ashtu edhe prindërit kanë mundësi të flasin dhe të shkëmbejnë informacione gjëra ndryshme me një tjetrin, sepse është shumë e rëndësishme në një vend huaj që njerëzit në këtë rast shqiptarët kanë lidhje me njëri tjetrin. Besoj numri i fëmijëve kanë dëshirë dhe i familjeve që duan që fëmijët ta mësojnë gjuhën shqipe, apo jo Ben? Po, shumë, ne kemi 2 vjet vazhdojmë të punë në shoqatën jona në Stockholm, dhe ajo që na gëzon përveç numrit në rritje është të fëmijëve dhe prindërve që vinë, është fakti që ne sa që vinë fëmijët e ndjejmë dhe ato edhe e thonë që mezi kanë pritur që të vi kjo është una që unë takoj këtë shok edhe ne ndjejmë që ato ndihen mirë, duajnë me një tjetrin qeshin, gëzojnë shqip. Kjo është është shumë e bukur, sepse pastaj kur vim për pushime në Shqipëri, nuk rrin të hutuar nga pamundësia për ta folur gjuhën shqipe dhe për të integruar pak me farefisin, me gjyshrit, sidomos shumica i kanë lënë këtu në Shqipëri, dhe është e bukur kur mund të komunikojnë me gjuhën amtare. Po, shumë rëndësishme që prindi, dahellat, agja, kështu halla e tjerë, të afrin dhe familjes të ndjenë që një për tyre nuk është shkëputur nga gjuha shqipe, nga lidhje me Shqipërinë ose me Kosovën sigurisht. Nuk është i huaj padyshim për familjen, sepse për ne shqiptarët, me thënë të drejtën, familja mbetet ashtu konservatore, e bukur, një njësi e rëndësishme e zhvillimit të shoqërisë, dhe mua më pëlqen ta konsideroj një familje tradicionale që i ruan këto rrënjët, me fisin, me familje, me fëmijët, gjithashtu që u trashëgohet kjo mënyra e komunikimit me axhat, siç ti the, tezet, me hallat e me të gjithë kushërinë e tjerë. Ben, si e mbuluani raportin me Shqipërinë? Nëpërmjet të portaleve, lajmeve, si e ndiqni Shqipërinë? Shkruaj ndonjëherë, jo shumë të thënë drejtën, sepse jam tash më shumë i lidhur me jetën këtu, po e ndjek nëpërmjet rrjeteve sociale sigurisht, nëpërmjet televizionit, emisione ndryshme, debate që bëjnë, por realisht nuk është se jam shumë i përfshirë për shkak se nuk është se një ka ndikim dot nga largë, dhe sigurisht gjëja zhvillohen aty në një terren tjetër, nuk është më terreni im, thënë drejt. Sigurisht, dhe koha që ti shpenzon atje është më e madhe për t'ju kushtuar punës dhe organizimit të jetës tënde atje. Cilat kanë qenë Ben në përgjithësi sfidat e shqiptarëve në Suedi kur janë integruar? Vajtja atje dhe atje ka komunitete të shumta, nuk janë vetëm shqiptarët e Shqipërisë, ka shqiptarë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi. Sfidat më mëdha ka qenë
integrimin në profesionet e tyre, por shqiptarët, Sonja, edhe ti besoj ke një eksperiencë të kaluar, shqiptarët janë njerëz të zotë, arrin të integrohen, punojnë, luftojnë shumë dhe kanë suksese në fushat ndryshme. Tu ka shqiptarë që kanë arritur sukses ose kanë arritur në politikë, disa prej tyre janë edhe në politikën europiane, janë zgjedhur, shqiptarë suksesshëm në biznes, ka shqiptarë të integruar në rrjetet akademike, në universitete, ka shumë shqiptarë suksesshëm, shqiptarë lufton, punon dhe integrohet, sona me shumë vështirësi, por ja del. Është e rëndësishme që theti, po i kthem asaj që the pak më herët, me vullnet dhe me disiplinë dhe sigurisht me dëshirën e madhe për të integruar pavarësisht të vështirësive. Megjithatë, gjithmonë komunitetet e emigrantëve janë ura lidhëse mes vendeve ku ata jetojnë dhe vendit të tyre të origjinës, dhe besoj komuniteti i madh shqiptarëve që jetojnë ky komunitet dhe ky bashkëpunim sot. Bën në këndvështrimin tënd. E humba pak pyetjen nëse mund ta përsëris sërish. E rëndësishme është që një komunitet kaq i madh i shqiptarëve që jeton në Suedi kthehet sikurse në çdo vend tjetër në një urë lidhëse mes vendit ku shkon që i ka mikpritur dhe vendit të origjinës, siç është në rastin konkret Shqipëria, duke shërbyer si ura lidhëse mes vendit të origjinës dhe vendit që i ka mikpritur. Si është ky raport? Si është raporti mes nesh dhe Suedisë? Si mbajmë lidhjet gjallë? Po, në fakt, teorikisht këto lidhje i mbajnë ambasadat tona si Shqipërisë si Kosovës, po dhe ne si shoqat përpiqemi të bëjmë lidhje. Ne thuajse në çdo aktivitet kemi suedez dhe persona të tjerë nga komunitetet tjera të ftuara, ato vinë shohin se çfarë tradita është, çfarë zakone që kemi ne, si festojmë ne festat të ndryshme, por bëjmë dhe aktivitete dhe kemi plan të bëjmë aktivitete të tilla kur ne promovojmë turizmin në Shqipëri, turizmin në Kosovë. Kjo është një mënyrë për të shërbyer vendit. Më the pak më herët që ka interes të shtuar nga fëmijët dhe familjet që duan ta mësojnë në gjuhën shqipe. Si i siguroni librat, Ben? Po, ne kemi bashkëpunim me ambasadën e Shqipërisë dhe ambasadën e Kosovës. Ambasada e Shqipërisë ka 2 vite rradhës që na ka furnizuar, le të themi, me një sasi të konsiderueshëm librash për fëmijët dhe ne jemi falënderues për këtë fat. Kemi bashkëpunim shumë të mirë me ta, me thënë drejtën. Është edhe fëmijët e ngarkuar me punë e në Qollaku që vinë vetë në aktivitetet tona, është një zotëri që është diplomat në ambasadë dhe fëmijët e tij vinë javë për javë në aktivitetet tona dhe ky është një shembull që i jep ai shqiptarëve të tjerë që duhet të sillin fëmijët në aktivitetet tona dhe vinë. Ne jemi falënderues për atë dhe për gjithë prindërit e tjerë që sillin fëmijët, sepse nuk është e lehtë edhe për ta. Prindërit fundjavë kanë ato aktivitetet e tyre, duan të pushojnë, fëmijët merren edhe me sport edhe me gjëra të tjera, por e gjejnë kohën dhe mundësinë për të ardhur edhe në aktivitetet tona. Nuk është edhe këtë e lehtë për shkak të gjeografisë të terrenit që është pak i shpërndar, por falënderues për ta, kjo është nesia jonë, ku shohim fëmijë dhe prindër që vinë atje kënaqen, gëzohen për atë që bëjmë ne. Kjo është shpërblimi jonë. Sigurisht, pa diskutim. Dhe pash pak më herët të vallet të veshjet të kostumeve popullore që kishit të veshur dhe kishit përgatitur organizimin e festës kombëtare të pavarësisë, mbizotronte sigurisht të ngjyra kuqezi me valltare të vajzat shqiptare që jetojnë atje me shoqatën tuaj. Është i rëndësishëm roli i shoqatave Ben për të ndihmuar shqiptarët atje të integrohen më shumë? Në fakt është i rëndësishëm sepse mendojmë ne duhet dikush që t'i grumbulloj mundësitë, resurset, kapacitetet e njerëzve dhe duke qenë një platformë e tillë siç jemi ne, po dhe tjera sigurisht mund të ketë, ne bëhemi më shumë, bëhemi më të dukshëm dhe më të organizuar, sepse problemi nuk është se shqiptarët nuk dinë, nuk munden, problemi është që shqiptarët të jenë organizuar të shpërfaqen sa më mirë edhe sa më bukur dhe kur jemi bashkë kjo ndodh. Ka për shumë grupe vallësh, tu në Stockholm ka 3 grupe vallësh, shumica e tyre janë 3, ne i ftojmë çdo herë në aktivitetet tona, na i zbukurojnë në aktivitetet tona. Ju folet për ato kostumet, kemi një shoqat shqiptare Albakos që merret me trit, ajo na ka ndihmuar gjatë gjithë këtyre viteve, 2 viteve dhe ne ka furnizuar edhe me kostume veshje për fëmijë, veshje popullore. E kuptoj, dhe duket është bukur sepse nga të rinjt pastaj veshjet popullore nga krishëria dhe të veçlit dhe kështu traditat paktën është e sigurt
në duar të sigurta, fillimisht identiteti dhe nga dëshira dhe pastaj ajo kthehet në një rikthim tek identiteti dhe manifestimin e ngjyrës së kuqezim në një shqiptare. Mbaroj fjalin. Po, ky është qëllimi në fakt sepse ne kemi vënë re që vitet fund kishte munguar ky lloj fryme ku shqiptarët të organizohen, sepse zakonisht bëhen festa shumë të mira. Fakt ka disa grupe shqiptarë që ftojnë këngëtarë dhe njerëz tjerë të njohur që bëjnë koncerte për festa të ndryshme, shumë gjë e bukur. Por ne kemi menduar ta bëjmë alternative me program festiv dhe artistik, ku përveç vallëve ketë edhe këngë, ka vetë komuniteti, antarët komunitetit, instrumentist, njerëz që instrumentojnë poezi, vjersha, i binë vegle ndryshme muzikore, recitojnë, fëmijë që kërcejnë. Pra duhet ta bëjmë të ndërthurur që vetë komuniteti tjetë në krye, në ballë të kësaj feste, dhe fëmijët sidomos ndjehen të përfshirë në festë. E kuptoj. Dhe pyetjen e fundit e kam, a mendon si gazetar dhe që jetuar në publicistikës gjithashtu dhe të gazetarisë shqiptare, se ka ardhur koha që përveç librave të shkollës, drejt të vendeve ku jetojnë shqiptarët të ketë më shumë prezencë të librit artistik shqip, si një mundësi për ta pasuruar më shumë në një shkallë tjetër gjuhën shqipe të folurin e fëmijëve që jetojnë atje? Po, Sonja, ti mbetesh gazetare gjithmonë, është një pyetje shumë e mirë që bërë, sepse edhe pa folur bashkë, ti si që te sot po folim, s'kemi folur ditë tjetër, por nuk e di sa mund të kemi 2 dekada pa folur bashkë. është një mungesë prezenca e librave shqip në bibliotekat e Stockholmit dhe ndoshta ne mund të marrim iniciativë që të gjejmë një mënyrë për të siguruar për të pasur libra, sepse shohim edhe fëmijë dhe prindër që kërkojnë libra të tjera artistik, libra për fëmijë, por edhe libra për mosha të tjera, dhe ka një mungesë, ndoshta duhet një iniciative përbashkë ndoshta me ambasadat ose me bibliotekën kombëtare ose biblioteka tjera ose shtëpi botuese, do ta gjejmë formën që të ketë edhe libra shqip, po ndoshta edhe përkthime në bibliotekat e Stockholmit, po edhe në bibliotekat tjera. E kuptoj, më që ta ngacmova këtë ide. Po. Për para fundit, unë desha të falenderoj nëse është krejt fundi i kohës. Patjetër, po është krejt fundi i kohës. Unë desha të falenderoj gjithë kolegët e mi që punojmë shoqat. Ne jemi një shoqat vullnetare, siç e thash, besoj në fillim. Ne kemi të gjithë punët tona, po angazhohemi non-stop edhe full time edhe me këtë gjë, sepse duam ta bëjmë këtë gjë për gjithë shqiptarët tu. Falenderoj miqtë dhe shokët e mi të shoqatës, në kryetarin Bernard Saraçi, sekretarin Kujti Miftari, administratorin dhe financierin Bledar Zoto, një antar tjetër Bledar Bega, Meri Seni dhe Foti Peqi, ka plot mësuese tjera, Fehimia, Elsa, Alketa, Aurora, Blerina bashkëpunëtore, Agroni, Arbeni, kemi plot. Dua t'i përmend sepse janë me të vërtet njerëz që punojnë dhe duam ne të kemi më shumë bashkëpunëtorë të tjerë që të bëjmë më shumë aktivitete e t'i bëjmë më mirë. Të gjithë bashkë jemi më të fortë edhe më të mirë, Sona. Nuk e diskutoj, Arben Vata, ishte shumë kënaqësi, e shijova shumë bisedën me ty sot në këtë mëngjes të datës 9 dhjetor, pas 2 dekadave që kishim që nuk flisnim më bashkë, nga ngjyra e kuqe e zbukurimit të pemës së Krishtlindjes që ke pas shpinës. Ç'të bëjmë tani, ngjyrën e kuqe të Krishtlindjes se kemi dhe ngjyrën tonë të flamurit. Ju uroj gëzuar festat e fundvitit, festat të gëzuara, suksese ty dhe familjes tënde dhe përshëndes të gjithë komunitetin e shqiptarëve që jetojnë atje në Suedi dhe gëzuar. Do të ecë më tej, nderuar televizionistë, me programin Mirëmëngjes Shqipëri, siç kemi titullin e programit Mirëmëngjes Shqipëri, qëndroni me Radio Televizionin Shqiptar, një dritare e madhe e komunikimit me të gjithë ju, pavarësisht se ku ndodheni. Ecë më tej.